Zoti Ahmeti, pse refuzoni duelin me Mendocaçin? Unë nuk kam refuzuar duelin me Mendocaçin, por nuk mendoj që do të jetë diçka e dobishme që mund të përfitojnë shqiptarët. Zoti Ahmeti, keni thënë në Strug se ju jeni ai që keni prishur Jugoslavinë, keni ndikuar në ndërtimin e Kosovës, keni përmirësuar statusin e shqiptarëve në Maqedoni, por me Gruevskin si duket ju hasi sharra ngosht. Me Gruevskin sigurisht e kam fituar edhe Gruevskin edhe në politikë edhe në diplomaci. Me Gruevskin sigurisht e kam fituar edhe Gruevskin edhe në politikë edhe në diplomaci. Në një farë mënyre, a jeni të gatshëm edhe ju të heqni dorë nga Nikola Gruevski? Shibe. Mendoj që në politikë asnjëherë nuk duhet të thuhet kurrën e kurrës. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Ju faleminderit.